Rikthehemi në Fokus, shikues të nderuar, kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio dhe që rikthehet përsëri me mua në këtë emision Nada Daullen, e cila tashmë vjen edhe si kandidate e Partisë Demokratike për deputete për zgjedhjet e 11 majit. Zonja Daullja, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Fokus. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit. Jeni re në moshë, por keni një kontribut të konsiderueshëm në politikën lokale dhe në Partinë Demokratike gjithashtu. Përpara se të hyjmë gjerësisht tek tematikat apo problematikat dhe çështjet e kësaj fushate, ashtu si kundër edhe tek pritshmëritë e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Partinë Demokratike, për publikun do doja një prezantim tuaj. Kush është Nada Daullja? Unë jam një vajzë e lindur, e rritur dhe e formuar në qytetin e Vlorës, në një familje me tradita dhe histori të vjetër vlojate. Kam vazhduar studimet dhe kam mbaruar studimet për mjekësitë përgjithshme. Kam punuar rreth më shumë se 8 vite si mjek e familje pranë qendrës shëndetësore numër 4, pranë Poliklinikës Qendrore Vlorë, duke shërbyer pacientëve dhe komunitetit vlonjat me devotshmëri, me humanizëm dhe plot dinjitet. Mëtej, aktualisht jam duke përfunduar ciklin e studimeve të specializimit në degën e psikiatrisë, pranë QSUT-s. Ky është angazhimi dhe kontributi juaj profesional, por gjithashtu edhe në politik keni pjesën tuaj të angazhimit apo jo? Siç edhe e përmenda në fillim, me nisjen time të prezantimit personal dhe profesional, jam një vajzë e lindur dhe e rritur në Vlorë, njëkohësisht siç jam rritur dhe formuar dhe në Partinë Demokratike. Rrugtimi im në Partinë Demokratike nis qysh herët që në një moshë relativisht ndoshta dhe të vogël për fat dhe për kushtet të cilat kam qenë një pasardhëse e denj e paraardhësve të mi, të cilët janë investuar pas një lloj interesi apo privilegji kundrejt Partisë Demokratike, por vetëm për të mirën e Vlorës dhe të Shqipërisë. Unë gjithkohës kam qenë në suport të familjes time, po njëkohësisht duke ndjekur dhe traditën time familjare në krah të Partisë Demokratike. Mëtej, angazhimi im vazhdon duke qenë pjesë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, si një antar e thjeshtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, që prej vitit 2016 dhe deri më sot mbaj detyrën si nënkryetare e Partisë Demokratike Dega Vlorë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, kam qenë kandidate për deputete për Partinë Demokratike. Mëtej, kam qenë dhe kam pas nderin të jem pjesë e procesit të primareve në garë shumë me denjë dhe transparente për zgjedhjet lokale të vitit 2023. Aktualisht, gjendem përballë jush dhe përballë komunitetit vlonjat si kandidate zyrtare e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Në fakt, ndryshe nga 4 vite më parë, pra nga gara e 4 vite më parë, ka një specifik tjetër kjo edhe për shkak të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Ju jeni në listën e hapur të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ku tashmë do duhet që të merrni votat tuaja dhe ato patjetër do të vendosin nëse ju do të jeni apo jo deputete e ardhshme e Kuvendit të Shqipërisë. Si vlerësoni këtë fakt? Sinqerisht, në këndvështrimin tim, edhe pse pyetja është e drejtë dhe kjo është e vërtet që unë jam pjesë e listës së hapur të Partisë Demokratike dhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, për mua absolutisht se nuk është absolutisht asnjë problem se je pjesë e listës së mbyllur apo je pjesë e listës së hapur. Rëndësi ka që secili nga ne të intensifikojë votat për Partinë Demokratike, për koalicionin dhe për ndryshimin që Shqipëria, jam e sigurt, mezi po e pret. Për një ndryshim, cilin gjithë shqiptarët ka nevojë ta prekin dhe ta ndjejnë dhe ta jetojnë për më tepër. Mendoni se do të lehtë pra të marrësh aq vota se do duhet që ju të fitoni mandatin e deputetit? Në këtë jetë në fakt asnjë gjë nuk është e lehtë. Pa punë, pa përkushtim, pa investim personal, karakterial apo dhe dinjitet, për më tepër kur i vë fytyrën dhe imazhin tënd diçkaje, por e pamundur nuk është. Unë personalisht fjalën të pamundur nuk e njoh. Siç e kam treguar dhe në anën profesionale, e kam treguar dhe në politikë. Për mua e pamundura nuk ekziston dhe për të gjithë ne bashkë si ekip fitues
dhe potencial i Partisë Demokratike, besoj që mund ta kemi të vështirë patjetër, po do intensifikojmë çdo lloj ingranazhi tonin dhe çdo lloj mekanizmi për të maksimizuar votat për të bërë rotacionin e shumë pritur. Por në fakt nuk do të jetë një garë apo një përballje vetëm me kundërshtarin tuaj politik, me Partinë Socialiste apo ndoshta edhe me parti të tjera të vogla, por edhe një përballje brenda familjes. Pra do të jetë një garë e ashpër, në mund të themi këtu, për të marrë vota. Patjetër që edhe në respekt të kodit zgjedhor, 1 në 3 kandidate duhet të jetë grua apo vajzë. E shikoni këtë garë të brendshme mes jush, pra mes grave dhe vajzave të tjera që janë pjesë e listës të hapur? Unë më tepër se sa si garë e shikoj si bashkëpunim, pavarësisht se secili nga ne, domethënë, ka një emër specifik në listat e hapura dhe kërkon vota nominale, pa dëmtuar imazhin e askujt nga kandidatët e tjerë, përkundrazi, po e ritheksoj, e shikoj se një bashkëpunim shumë frytëdhënës për të realizuar qëllimin fundamental dhe final që ne kemi si subjekt, si forcë politike, po e ritheksoj prapë për të bërë ndryshimin që shqiptarët presin në 11 maj. Do dëshironin që të ishit pjesë e listës së mbyllur, pse jo, të këtij koalicioni? Nuk besoj që ka ndonjë ndryshim lista e hapur nga lista e mbyllur. Jo, ndryshim ka, sepse ata që janë në listën e mbyllur janë deputet tashmë. Dakord. Ju do duhet punoni në terren, të mblidhni vota, kurse ata e kanë siguruar thuajse mandatin e deputetit. Shko, në fundit, kur je pjesë e politikës dhe kur ke një objektiv të caktuar për gjën që ti do të arrish, ndaj them dhe po e rithem që nuk ka pak rëndësi ka je pjesë e listës së mbyllur dhe je de facto de jure deputet, apo je pjesë e listës së hapur që ti je në terren, vazhdon të punosh për veten tënde, por në fakt të gjithë ne bashkë. Si ata që janë pjesë e listës së mbyllur, si kandidatët që janë pjesë e listës së hapur, kemi një objektiv dhe një qëllim të vetëm. Të maksimizojmë, por i theksoj për të disaj të nerë votat për Partinë Demokratike dhe për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Por patjetër për të marrë dhe vota personale. Pra veç asaj që ju thoni qytetarëve dhe demokratëve votoni Partinë Demokratike dhe koalicionin, por nga ana tjetër më votoni dhe mua, apo jo? Patjetër, në fundit ky është qëllimi, po jo sa ngelet thjesht e personalia, është e ke përbashkëta. Duke kërkuar vota personale, ne në një farë mënyrë i shërbejmë subjektit të cilin përfaqësojmë dhe i shërbejmë qëllimit tonë kryesor. Edhe pse është shumë e rëndësishme duke kërkuar vota personale, sepse intensifikon punën jo vetëm personale, po dhe të gjithë ekipit. Duke qenë edhe një marrëveshje dhe një atmosferë shumë e ngrohtë brenda ekipit, të paktën të pjesëtarëve që janë në listën e hapur, duke vërtet ne jemi ndarë sipas zonave specifike se cilin nga kandidatët, por jam e sigurt që gjatë fushatës në një moment tjetër, se cilin nga ne do kooperojmë me njëri tjetrin për të bërë atë që duhet të realizojmë me suksesin e 11 majit. Në fakt, ju jeni një kandidate që dolët nga procesi i primareve që u zhvilluan vetëm pak kohë më parë në Partinë Demokratike, të kthyer tashmë në tradit, pasi kështu bëri Partia Demokratike edhe në zgjedhjet e kaluara për pushtetin vendor. Zonja Daulja, si vlerësoni këtë proces dhe përpara se të kalojmë tek një vlerësim për procesin, ishte një kërkesë e antarësisë që ju të garonit në primare tashmë, apo ishte një dëshira juaj për të hyrë në garë e për të provuar sërish? Le të themi që ishte një kooperim mes të dyja situatave, edhe një kërkesë e antarësisë, edhe një dëshire e imja për të vazhduar kontributin për Partinë Demokratike. Maj sa mund si të kem, si që kam treguar ndër vite, doja të tregoja dhe këtë herë. Ndoshta me një tjetër temp, me një tjetër energji, edhe me më shumë besim, jo vetëm tek unë, tek personi im si Nada, po me më shumë akoma dhe tepër besim tek Partia Demokratike, e cila dhe më besoj që t'jem pjesë e listës. Përsa i takon në pyetje si më bët në lidhje me procesin e primareve, unë personalisht, si që të thash më herët, kam qenë dhe në zgjedhjet vendore pjesë e procesit të zgjedhjet 2023-shit, pjesë e procesit të primareve, dhe aktualisht prap pjesë e procesit të primareve për zgjedhjet parlamentare. Në optikën time, është një proces shumë transparent, shumë demokratik,
i cili u lë hapësirë atyre që duan të kontribuojnë për një subjekt politik të caktuar, për të shpalosur vlerat dhe meritat që u takojnë dhe të jenë dhe më afër me komunitetin dhe me elektoratin dhe me antarët dhe me simpatizantët, duke treguar dhe njerë se sa vlejnë dhe sa duan që të bëjnë për vendin e tyre. E thoni këtë se ju jeni pjesë e listës aktualisht dhe sipas jush është një proces transparent dhe nuk ishte një proces fasad, apo? Po të ishte ndryshe, nuk do më erja pjesë në procesin e primareve, se të tash e kam për herë të dytë që janë pjesë e këtij procesi. Dhe madje ndihem krenare që Partia Demokratike realizon për herë të dytë një proces të tillë kaq demokratik dhe transparent, siç është procesi i primareve. Nuk është proces fasad, është shumë i drejtë për drejtë që të lidh direkt me elektoratin, të lidh elektoratin me antarësinë e partisë ku ti aderon. Ke një kontakt më të afërt dhe në fundit në këndvështrimin tim shoh që të bën gati akoma dhe më tepër siç jemi sot në këtë moment që jemi zyrtarisht edhe pse si kohë fizike nuk ka filluar fushata zyrtare, po ne jemi në fushat që prej ditës që kemi marrë pjesë kemi marrë përsipër të jemi pjesë e procesit të primareve. Por mendoni ju se ky proces ka ngjallur pa kënaqësi? Po të kemi parasysh faktin edhe disa kandidatëve që ndoshta janë tërhequr tashmë nga gara. Për thënë vërtetën, dihet që në çdo forcë politike, listat si me këtë kohë të ri zgjedhor, si me procesin e primareve, si listat që kanë funksionuar në herët e tjera të mënyrës së të bërit dhe të zhvilluarit të zgjedhjeve, listat gjithmonë kanë prodhuar pa kënaqësi. Kjo është çështje mendoj karakteriale, individuale, gjithë secili ka të drejtën e vet, o ta stopojë aty rrugtimin e vet, ndoshta për një pakënaqësi sepse ka menduar se mund të meritonte më shumë, ose të vazhdojë rrugtimin e tij, dhe pse ndoshta me pritshmëri të tjera, por gjithmonë pa u tërhequr tek ajo që është ideal brenda vetes tënde dhe objektiv që kemi gjithë bashkë. Mendoni se procesi primareve për ta përmbyllur këtë çështje e nxjerr më të fortë dhe më të bashkuar Partinë Demokratike, apo mund të kemi edhe përçarje? Absolutisht më të fortë. E bindur në këtë që them, absolutisht më të fortë. Jo vetëm ne, si kandidatë të procesit e primareve, që edhe pse ndoshta së jashtëmi lexohet sikur ka përçarje, apo ka ndarje, apo ka largime, që edhe mund të ketë ndodhur, dhe unë po e ritheksoj që kjo e gjitha është pjesë individuale e çdo personi i cili ka të drejtën e të zgjedhë dhe të veprojë, por në thelb forcon një subjekt politik. Për këtë jam shumë e bindur. Dhe flasim tani pak për listat e kandidatëve për deputet. Një pjesë e tyre janë pjesë e primareve, pra një pjesë e kandidatëve që tashmë janë në listë. Kemi kandidatë që kanë qenë më parë deputet dhe kërkojnë një tjetër mandat. Kemi edhe emra të rinj që janë pjesë e kësaj liste dhe që janë vendosur nga kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare pa kaluar primaret. Si vlerësoni në përgjithësi këtë listë dhe a ishte ajo që ju prisnit? Duke ju referuar të dyja, sipas kodit të ri zgjedhor, të dyja pjesës e listave, si listën e mbyllur dhe listën e hapur, unë mendoj që është bërë një përzgjedhje shumë e mirë e kandidatëve, të cilët përfaqësojnë zyrtarisht Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Është një listë me një diversitet të plotë, si nga ana profesionale dhe kontributore për Partinë Demokratike edhe për aleatët. Një listë e mirë përfaqësuar, secili nga ne patjetër që ka treguar vlera dhe në anën profesionale në komunitetin ku ka shërbyer, por njëkohësisht ka treguar vlera dhe kontribute qëndrestare për partinë në të cilën ne të gjithë aderojmë dhe përfaqësojmë njëkohësisht. Risi tjetër është pjesa e, përveç se koalicionit dhe pjesës përfaqësuese të aleatëve, pjesa e përfaqësimit të rinjve, që është një augur shumë i mirë, shumë shpresë plot për fitoren e sigurt të 11 majit, sepse në fundit kush më mirë se sa një i ri apo një e re, ka grindën dhe dëshirën për të vazhduar me një forcë dhe me një vitalitet dhe me një energji të pashtershme për të punuar fort për të realizuar qëllimin final. Dhe do doja t'i merrim dhe pak me radhë, pra të ndaleshim pak më gjërësisht tek lista. Flasim pak për listën e mbyllur.
kandidatët në listën e mbyllur, që kryesohet nga zoti Leskaj. Zoti Leskaj, i cili është drejtuesi politik i qarkut Vlorë, deputet aktualisht, i cili ka treguar ndër vite qëndresën e tij kundrejt Partisë Demokratike dhe Demokratëve të Vlorës, po dhe më gjerë, adetarizmin që ka shfaqur gjithmonë për të mirën e Shqipërisë, suportin që ka treguar në gjithë vitet e tij të historikut të pjesëmarrjes në politikë, të mbështetjes dhe suportin që ka treguar ndaj antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Një figurë që të flasë më tepër, besoj që gjithë vlonjatët e njohin, se kush është Bujar Leskaj dhe i cili patjetër që denjësisht do të bëj më të mirën duke udhëhequr si drejtues politik i qarkut Vlorë, duke udhëhequr fushatën me mekanizmat që vetëm ai si fitues që ka treguar veten ditë i bëj dhe ditë i bëj shumë mirë. I dyti në listë zoti Dulja, Vangel Dule, një lat, patjetër që ka qenë kontributor në forcën e tij politike, ka qenë pjesë e listës kaluar si deputet, një figurë e vlerësuar politikisht edhe në këndvështrimin tim, duhet të ishte pjesë e listës mbyllur. Deputeti aktuale, zonja Ina Zhupa, cilat paktën në gjithë pjesën e mandatit të saj, po dhe kohët e fundit ka qenë shumë aktive për pjesën e çështjeve që i takojnë zonës së Sarandës, kryesisht problematikave të mëdha të zonës së Butrindit dhe mëtej, një zë i fortë në Partinë Demokratike, kështu që absolutisht e meriton të ishte pjesë e listës së mbyllur dhe meriton që të jetë deputete në vazhdim. Personi tjetër, kandidati tjetër në i listës së mbyllur, ish kryetari degës Partisë Demokratike të Vlorës, zoti Atirt Hoxha, një figurë i njohur në Partinë Demokratike që në vitet e tij të hershme, të rinisë e hershme, duke qenë kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Dega Vlorë dhe mëtej me një kontribut të pashtershëm si person, duke dhënë më të mirën për Partinë Demokratike, siç këtë ka treguar për gjithë aktivitetin e tij politik dhe së fundmi dhe si kryetari i degës së Partisë Demokratike të Vlorës. Unë i uroj shumë suksese zotit Hoxha për më tepër, sepse është tre të parët e kam provuar se çfarë do me thënë të kesh i mandat deputeti. I uroj shumë suksese dhe jam e bindur që do vazhdoj të tërheqi me vete deputet të tjerë që janë pjesë e listës së hapur. Dhe për të vajtë të listë e hapur, nëse ke dhe një koment për kandidatët, ndoshta jo për t'i marrë gjithë me radhë, po... Siç edhe thash, janë kandidatët cilët janë vlerësuar mirë për kontributin e tyre personal dhe për atë që kanë shërbyer në komunitetin në cilin kanë ofruar sipas profesioneve të caktuara. Janë kandidatë që kanë investuar fort për Partinë Demokratike, nuk janë larguar kur nga Partia Demokratike as në ditën e saj më të vështirë, madje kanë qëndruar dhe më fort dhe më në suport të Partisë Demokratike dhe të demokratëve, duke pasur dëshirën e mirë që Partia Demokratike jo thjesht të jetë një forcë e fort opozitare në politikën shqiptare, po tashmë të jetë një zë i fort për të marrë në dorë të ardhmen e Shqipërisë. Dhe nëse më lejon të pyes, nga zonjat me keni garën, nga zonjat brenda Partisë Demokratike, brenda kësaj liste të hapur. Me Nada Daullën. Me asnjë tjetër. Tash nuk e konsideroj garë, është një super bashkëpunim. Komentojmë pak tani listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Si e vlerësoni, i dini tashmë kush janë emrat, kryesohet nga drejtuesi politik Çuçi. Qartë, po janë më djeni se kush janë pjesë e listës së mbyllur dhe listës së hapur të Partisë Socialiste. Nëse nuk doni të merrni me emra, nuk dua që t'ju vendos në siklet. Me emra absolutisht. Jo, nuk është punë sikleti, po që të harxoj kohën edhe energjinë time duke u marrë me fushatën për Partinë Demokratike, më mirë po them sukses të gjithë kandidatëve, të cilët inshallah të fitojnë ndonjë mandat, edhe ata që janë deputet sot aktual të paktën të vazhdojnë të jenë, apo ata që janë të rinj në këtë listë, si të mbyllur, si të hapur, uroj suksese për të një vlerësim, një koment nuk më për të pretenduar e keni më të mirë listën ju
Pra, Partia Demokratike dhe Partia Demokratike e ka treguar ndër vite që nuk është parti egoiste dhe nuk dim të themi e kemi më të mirë apo jo. Po dim që kemi emra dinjitoz që në fundit duan të mirën e Vlorës, të Shqipërisë dhe të Ardheut tonë. Po këta tjerët nuk janë dinjitoz? Nuk i kam bashkëpunëtor në partinë politike ku unë aderoj. Edhe pse mund të njoh si personazhe, tash uroj suksese dhe mbar. E rëndësishme është se cili kandidat të jetë një përfaqësues i denj për popullin dhe për qytetin që do të përfaqësojë nesër në kuvendin e Shqipërisë. Por kemi disa parti tjera që janë parti më të vogla, ato që janë pjesë e kësaj gare, pra veç të mëdhajave, siç janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Nga Daulla, keni një koment për partitë e tjera që tashmë garojnë në këtë garë, në këto zgjedhje të 11 majit, pasi gjithmonë sa herë kemi zgjedhje, sa herë kemi gara të tilla, patjetër që dalin edhe parti ndoshta të reja apo koalicione partish. Apo nuk ju interesojnë, më shumë ju interesojnë... Më vjen mirë vetëm për një fakt dhe me kaq përderisa u tregova shumë lakonike në përgjigjen time përsa i takon listës Partisë Socialiste, tek partitë e tjera, partitë shkat e vogla, cilat janë krijuar pak rëndësi ka, por thjesht për një fakt më vjen mirë që të paktën ka larmi dhe njerëz që sa shumë e duan politikën, po sa mirë do ishte sa shumë të donin vendin ton, Ardheun ton Shqipërinë. Jo vetëm politikën për ta parë si qasje dhe interes personal. Disa prej tyre më parë kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike. Mendoni se mund të ketë përçarje, mund të ketë rrjedhje të votave nga Partia Demokratike dhe që mund t'ju rrezikojnë mandate deputetësh? Largimi ka pasur gjithmonë, jo vetëm nga Partia Demokratike, në gjitha forcat politike, ashtu siç ka edhe prurje, kështu që duke bërë një matematikë dhe një analizë, këto largime njëkohësisht, siç thash, ka dhe prurje të reja, të paktën te Partia Demokratike, nuk mendoj që të na përbëjnë asnjë lloj problemi për të humbur vota rrugës apo për të humbur ndonjë mandat deputeti. Ndërkohë që Partia Socialiste është e vetme në këtë garë, nuk është në koalicion me asnjë parti tjetër. Partia Demokratike ka një koalicion të gjerë dhe të quajtur Shqipëria Madhështore. Si vlerësoni këtë koalicion dhe është vërtet ky një koalicion madhështor që do ta mposhtë Partinë Socialiste në 11 maj duke sjellë rotacionin politik? Jam besim plot që ishte një zgjedhje shumë e mirë për të formuar këtë koalicion, kaq të zgjeruar, sepse kjo në fundit tregon, unë gjithmonë e përmend dhe vazhdoj dhe dua ta përmend pjesën e altetarizmit dhe të mirës së Shqipërisë, sepse në fundit do të jetë ideali joni përbashkët si shqiptarë, pastaj përveç ndasive politike. Kështu që më vjen mirë që Partia Demokratike së bashku me aleatët në 11 maj do ta kthejmë vërtet Shqipërinë dhe shqiptarët atje ku duhet për të bërë një Shqipëri madhështore, siç ka treguar historia që e tillë ka qenë gjithmonë. Sa i takon Partisë Socialiste që më pyetët që është e vetme në këtë garë, ndoshta është e joshur nga pushteti që ka ezauruar dhe shef që këto janë ditët e fundit dhe s'ka dashur të marrë ndoshta me veten e qafë dikë tjetër nga aleatët dhe ka thënë më mirë, po futem vetëm në garë, ndoshta të humbas me dinjitet. Dhe para 4 vitesh vetëm ishte dhe e mori pushtetin, kështu që... Po nuk besoj se ky do jetë mandati i radhës për ta, edhe që është fundi. Se mendoni se Shqipëria Madhështore, pra koalicioni juaj, do të fitojë këto zgjedhje? Janë shqiptarët që do të flasin normal për këtë. Janë votat në kuti që do të flasin për këtë. Para 4 vitesh po, keni shumë të drejtë që më drejtoni me këtë pyetje dhe më bëni këtë analizë, e vërtet është, po nuk mendoj që shqiptarët më të gabojnë, sepse ka ardhur një pikë ngopje që secili nga ne duhet mendoj mirë për veten tonë, për të ardhmen tonë, për familjet tona dhe për Shqipërinë në fundit. Nuk besoj dhe jam e bindur, shumë besim plot dhe shumë shpresë plot, që data 11 maj do të jetë një ditë gjykimi e fortë dhe e rëndë shumë për Partinë Socialiste dhe një dritë jeshile dhe një ardhme e sigurt për Shqipërinë dhe për shqiptarët që do dinë të vlerësojnë atë që do të dojë t'i përfaqësojë denjësisht të paktën historinë e Shqipërisë. Pra, ju po thoni se do të kemi një rikthim në pushtet Partisë Demokratike dhe koalicionit, ku e bën pjesë apo? Do të ishte fatale për Shqipërinë. Nëse do të ndodhte kundërta? Patjetër që po. Por opozita nuk është se është në ditët e saj më të mira. Zoti Berisha është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht edhe lideri i partisë dytë opozitare, zoti Meta, është tashmë në burg. Si mendoni? Pra, si mund vi Partia Demokratike dhe ky koalicion për Aleancën për Shqipërinë Madhështore në pushtet
me këtë situatë që gjendet aktualisht? Nuk jam dakord me konstatimin që bëni, që partia, më jam litë të argumentoj, që partia demokratike qofte edhe me partin tjetër opozitare, një nga partit tjetër opozitare të mdhaja, si që është partia e Liris, janë e një moment të vështirë, për kundrazi. Partia demokratike sot është në ditën e saj më të mirë. Në ngrata e profesor doktor Sali Berishës, mos të shqetësoj asë një shqiptar. Më tej dhe më gjerë, jo, pas një shqiptar, sepse nuk është këtu çështja kombëtare dhe çështja e rikthimit të dinjitetit shqiptarëve dhe Shqipërisë. Nuk është në ngrata e Sali Berishës. Sali Berisha, profesor doktor Sali Berisha, i vetmi lider historik që Partia Demokratike ka treguar ndër vite që ka bërë më të mirën për të, është një burr shteti me një energji të pashtershme, gjë të cilën jam e sigurt që dhe ne të rinjt i adhurojmë dhe duhet ta marrim shembull mënyrën se si ai do vendin e tij, punon fort për të mirën e Shqipërisë, dhe kur nuk e mendon dhe nuk e vret mendjen Sali Berisha për nëngratën, është e kotë që shqiptarët të mendojnë për këtë pjesë. Shqiptarët të mendojnë për veten e tyre, duke peshuar mirë votën në kuti në datën 11 maj, jo për të bërë profesor doktor Sali Berisha, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, e sigurt që kjo do të ndodhë, por jo vetëm për këtë, por të mendojnë për veten e tyre dhe për familjet e tyre. Sa i takon liderit Partisë së Lirisë, do të thoja që e keni pyetur ndonjëherë veten sa shumë ka futur Edi Rama në burg nga shokët dhe shoqet e tij? Ato i fut drejtësia, nuk i fut Edi Rama. Pra nuk është Edi Rama gjyqtari apo prokurorit mënyra, dakord. Është Spaku, janë institucionet drejtësisë, janë ato institucione të cilat i ka bekuar Amerika. Patjetër, që në mekanizma se si janë kapur këta lloj njerëzish dhe janë futur në burg dhe po gjykohen sot, për ndoshta për çështjet që drejtësia i di më mirë se sa unë dhe ju, që nga mënyra se si janë arrestuar, kjo flet shumë. Pse? Se janë arrestuar vetëm demokrat apo opozitar? Janë arrestuar nga Partia Socialiste. Është arrestuar aktualisht dhe gjendet në paraburgim kryetari i Bashkisë Tiranës. Po, i cili vajti i shoqëruar me përfaqësues të bashkisë, me këmbët e tij, jo i trequr zvarr siç ushtroi kryetari i Partisë Lirisë, ish presidenti dhe ish kryeministri Ilir Meta. Me kaq dua ta mendoj të ezauruar këtë pyetje. Po, por nuk të lëun ta mbyllësh me kaq, sepse kam një pyetje tjetër. Mendoni ju se administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të mund t'i heqi non gradën zotit Berisha, për administrata e tij? Është një çështje që është për të parë, e sigurt është pak, po jo pak e sigurt, është shumë e sigurt, që zhvillime do të ketë shumë. Por tani më ne jemi në fushat, dhe ajo që na intereson më tepër është pjesa e aktivizimit ton maksimal për të realizuar qëllimin kryesor. Sali Berisha, profesor doktor Sali Berisha, e tregoi se kush është për shqiptarët, për Shqipërinë dhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në aq ditë qëndrese në arrest shtëpie, pas një problem ligjor, kundra çdo lloj mbarvajtje të kushtetutës shqiptare, qëndroi stoik, pa ndalur një ditë, pa shterur një ditë energjitë e tij, gjithmonë po e ritheksoi për të mirën e Shqipërisë. Ju keni marrë tashmë dikoj që e keni insistuar dhe si strateg apo jo të fushatës, dhe si vita. Besoni se ai do të kontribuojë tek ardhja në pushtet e zotit Berisha dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore? Çdo situatë që ndodh ka një arsye dhe nuk ndodh kot. Kështu që përderisa Kris Lasivita ka vendosur me gjithë herën e parë që erdhi në Shqipëri dhe u prezantua në të lloj drejtimi që do të drejtonte në një farë mënyre apo do orientonte fushatën për Partinë Demokratike, dhe rikthimi i tij përsëri prapë në Shqipëri me të njëjtin synim dhe objektiv, është një augur i mbar për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Por është programi në fakt ai që e sjell në pushtet një forcë politike apo një koalicion, pavarësisht mbështetjes që mund të ketë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo shtetet ndryshme europiane. Pasi janë shqiptarët ata që e votojnë
të forcë politike për t'i qeverisur në 4 vitet e ardhshme. Cili është programi i Partisë Demokratike? Partia Demokratike, me në krye liderin e saj historik, profesor Dr. Sali Berishën, së bashku dhe me ekspert të fushave të ndryshme, kanë hartuar si fillim të pak një program i quajtur programi emergjencës për 100 ditë që e parë të qeverisjes Berisha. Ky program është një program i cili është shumë efektiv, me në qendër dhe në fokus qytetarin, i cili në gjithë këto vitet mandatit të kësaj keq qeverisje ka vuajtur shumë gjëra dhe është momenti që t'i rikthehen shumë gjëra të munguara. Pika potenciale në cilin ky program, domethënë, fokusohet, një nga pikat potenciale është ekonomia, ku ne sot e dim shumë mirë që është një nga plagët më të rënda për çdo familje shqiptare, për çdo xhep, çdo shqiptari, i cili sot paguan më shumë dhe merr më pak shërbime, paguan më shumë dhe merr më pak ushqime, paguan më shumë dhe merr më pak ndoshta dhe mjekime. Domethënë çdo gjë ka vajtur në regres. Ekonomia është drejt fundit. Dhe duke u bazuar te kjo, Partia Demokratike ka prodhuar disa paketa, le të themi, gjithmonë në kuadër të kësaj pakete gjenerale që quhet paketa e emergjencës, duke qenë në fokus qytetari për t'i dhënë siguri absolute ekonomisë shqiptare. Duke siguruar një pagë minimale 200 euro, një pagë mesatare për çdo shqiptar 500 euro, ulja e kilovatëve të energjisë elektrike, që sot e paguajmë diku me 11,4 lek për kilowatt në orë, do të shkojë diku në tarifën 6 apo 7 lek për kilowatt në orë. Kështu që bie një, pothuajse një zbritje goxha e konsiderueshme, e cila do të lehtësojë goxha xhepat e shqiptarëve dhe jetesën në fundit. Paketa tjetër që është pjesë e programit të emergjencës Partisë Demokratike, është paketa e dëmshurisë, e cila u jep mundësi, domethënë, gjithë shqiptarëve, duke në kuadër të pjesës e ekonomisë, duke ndihmuar të pjesa e uljes taksave dhe të përfshirë këtu dhe taksat e biznesit. Kjo është shumë e rëndësishme, është shumë fundamentale në fakt për qytetarët shqiptar. Njëkohësisht këtu përmendim dhe paketën e fusin e pjesën e diasporës, ku është pretenduar dhe është siguruar që për gjithë ata të ardhurit nga diaspora që do të jenë pjesë tani më e banimit në Shqipëri, apo që do nduat të investojnë në Shqipëri, do të kenë shumë lehtësira në taksat në cilat do të paguajnë për bizneset e tyre. Pensionet gjithashtu, cilët është një nga pikat më vulnerabël që secili nga ne e di shumë mirë sa që sharake janë sot pensionet për pensionistët, të cilët nuk arridot as të mbijetojnë me ato pensione, po mos kishin fëmijët jashtë shtetit që mund të ndihmonin për të përballuar jetesën, sepse me një pension mesatar diku te 10.000 lekë të rinj, nuk realizon dot as të ushqesh me bukë të thjeshtë, të blesh ujë të pishëm, jo më pastaj të kesh një jetesë deri diku normale. Kështu që duke menduar dhe duke investuar me një pension mesatarisht minimalisht 200 euro për pensionistët, dhe akoma dhe më tej do ketë rritje në vazhdim dhe në zhvillim, sepse këto janë prioritet vetëm për 100 ditën e parë të Partisë Demokratike, të programit Partisë Demokratike, jemi bindur që do të jetë një kthesë e rëndësishme për ekonominë, për standardin e jetesës dhe për në fundit dhe për mirëqenien si fizike dhe mentale të çdo qytetari shqiptar, duke pasur këto lloj ndihmash që vijnë që nga ekonomia, e cila është shumë e rëndësishme. Tjetër pjesë doja të ndalesha pak dhe më tepër, duke qenë si mjeke që jam, është paketa për sa i takon sistemit të shërbimeve shëndetësore. Unë kujtoj, dhe jo vetëm unë, kujtoj që në fillim të marrjes pushtetit në 2013, nga kjo keq qeverisje me kryeministrin Edi Ramën, është premtuar shëndetësi falas e cila nuk u prek kur dhe nuk u jetua kur nga asnjë shqiptar, nga asnjë qytetar shqiptar. Përveç se koncesione, vjedhje pafund, tenderime pafund, bëj koncensione, firmos një, gjykohu një, kryeministri nuk dinte absolutisht asgjë, ministret që kanë ardhur me radhë, kushdo që ka qenë pjesë e përfaqësuese dhe drejtuese e Ministrisë së Shëndetësisë, asnjë nuk ka mbajtur përgjegjësi, që shqiptarët sot
kanë buxhet, dhe shëndetësia sot ka buxhetin më të ulët në rajon, jo vetëm në Bashkimin Evropian, po dhe në rajon buxhetin më të ulët për shëndetësinë. Sot shërbimet shëndetësore janë në mjerim. Standardi i barnave lë për të dëshiruar. Një pikë tjetër kjo strategjike që premton Partia Demokratike në qindicin e saj të parë, me marrjen e qeverisë, që do të siguroj barna me një standard të kualifikuar, i cili do të jetë për të mirën e cilësisë së jetës së qytetarit dhe të pacientit. Do të jenë barna të sprovuara dhe të goxha të kolauduara nga ekspertë sa i takon farmakologjisë, barna të cilat të paktën në 2 shtete të Bashkimit Evropian janë barna qarkulluese, dhe jo barna si që qarkullojnë sot që nuk dihet as origjina, as vendi prodhimit, as data dhe koha e skadimit. Sot Shqipëria ka numrin më të ullët të shtetërve, gati 2 fish numrin më të ullët se sa të shtetërve për frym, se sa në Bashkimin Evropian. Gjë kjo e cila do të rikuperohet shumë shpejt që në qindicin e parë të marrjes të pushtetit nga Partia Demokratike, duke dyfishuar numrin e shtetërve. Si do të ndodhi kjo? Patjetër që kemi, duke pasur reduktim të numrit të shtetërve, ne kemi edhe një reduktim ekstrem të numrit të mjekëve, dhe kjo është dhe të infermierëve. Kjo është një fatkeqësi e tmerrshme për shqiptarët dhe për shërbimin shëndetësor, dhe këtu nuk ka fare ndasi politike, sepse mjeku është një dhe është human për të gjithë, por ndërkohë që kjo keqeverisje i ka detyruar të largohen nga Shqipëria. Dhe sot ne kemi numrin më të ullët për frym, si në Bashkimin Evropian dhe në rajon. Do të sigurohet që nëpërmjet kësaj pakete emergjence të shëndetësisë, do të jetë një dorë shumë e sigurt që Partia Demokratike do të japi sistemit shëndetësor në tërësi, duke përfshirë dhe mjekët dhe infermierët, duke dyfishuar pagat e tyre, duke krijuar një fakultet të dytë të mjekësisë, i cili do të bëjë të mundur që shumë të rinj dhe të reja, që aspirojnë dhe duan, dhe kanë ëndër në jetën e tyre, të vazhdojnë ciklin e studimeve për mjekësi dhe të shërbejnë për vendin dhe për komunitetin e tyre, të vazhdojnë ta bëjnë atë në Shqipëri, dhe jo të shkojnë, siç ka ndodhur sot, të shkojnë kudo nëpër Europë, dhe spitalet dhe poliklinikat, qendrat shëndetësore sot janë bosh. Këto janë disa premtime të cilat do të vijnë në zbatim shumë shpejt, që ditën e parë që Partia Demokratike do të vijë në pushtet. Sa që unë nuk do t'i quaja premtime, do t'i quaja zotime dhe përgjegjësi absolute. Në fakt, zyrtarisht fushata nuk është se kanë nisur, por të gjitha forcat politike kanë filluar atë, duke zhvilluar takime jo vetëm me antarët dhe simpatizantët e tyre, por edhe me qytetarët. Ju jeni caktuar në ndonjë rajon, pra a i kanë darë Partia Demokratike rajonet që do të mbuloni si kandidat? Po, patjetër, që me prezantimin zyrtar që ne kemi bërë si kandidat të kësaj force politike dhe të koalicion, Partisë Demokratike dhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, në mbledhje kryesie dhe mëngjer që kemi zhvilluar, kemi bërë dhe ndarjen sipas rajoneve përkatëse për secilin nga kandidatët. Unë personalisht mbuloj rajonin numër 5, një pjesë të zonës ku unë jam lindur, jam rritur dhe vazhdoj të jetoj, unë apo familja ime, e njoh shumë mirë terrenin aty, kam filluar, edhe pse ju e thatë shumë qartë që fushata zyrtarisht nuk ka filluar, po secili nga ne, duke dashur që të fitoj sa më shumë kohë për të qenë afër dhe pranë problemeve të qytetarëve, kemi filluar edhe unë personalisht të bëj takime të vogla, qoftë edhe informale me komunitetin të cilin përfaqësoj. Si po ju presin qytetarët, pra si po presin kandidimin tuaj? Relativisht shumë mirë, jo vetëm timin personal, po e shoh edhe më gjerë këtë dhe këtë ta them shumë sinqerisht. Unë besoj që jo vetëm vlonjatët, po të paktën po i referohemi Vlorës apo kontakteve që unë kam pasur drejt për drejt me qytetarët. Nuk janë të lodhur, janë të raskapitur nga kjo qeveri. Dhe mezi presin ditën që do t'u jepet e drejta e të votuarit, do me thënë datën 11 maj, për të bërë ata vetë ndryshimin, sepse, si që thonë, besoj jo vetëm vlonjatët, po ne kemi shpreje gjithë shqiptarët që thonë nga ka ardhur në maj të undës, nuk ka më ku të vej ky vend. Dhe kjo është e vërtet. Ky vend më kej se kaq, nuk ka çfarë të shikojmë më. Sepse ne deri diku e pristim se kryeministri para disa vitesh e ka thënë që s'keni parë gjë akoma, po ne i pam dhe i provuam gjitha. Tani shqiptarët do dinë të reagojnë.
Dhe cilat janë problematikat e qytetarëve apo të Vlorës me ato çka ju shpesh keni denoncuar edhe si nënkryetari i Partisë Demokratike, por edhe me takimet që jeni duke zhvilluar aktualisht në rajonet e qytetit dhe në veçanti në rajonin 5 që ju mbuloni? Problematikat në fakt si në makro dhe në mikro, në flasim në kuptimin në funksion të shtetit dhe të qeverisjes, si në funksion të problemeve dhe të probleme lokale, do me thënë që ka Vlora si qytet, paka shumë dijen, po dhe në qofë se nuk dijen, unë po ua them, ekonomia është një nga ato, ndaj e përmënda makro dhe mikro, ekonomia është një nga ato cilat ka rënduar jashtë mase shqiptarët dhe vlonjatët, të cilët nuk dalin dot nga shtëpia se s'kan ku të shkojnë dhe s'kan bukë të hanë sot që flasim, janë drejt mjerimi, do me thënë, sepse një nga problematikat e cila në fakt shumë njerëz më kanë thënë, duke u nisur dhe nga profesioni që unë kam si mjeke, duke qenë një përfaqësuese e shtresës së intelektualëve të qytetit të Vlorës, e kanë ngritur si problem dhe pjesën e zhdukjes dhe të eliminimit total të shtresës së mesme të shoqërisë shqiptare. Dhe ky në fakt është një problem shumë i rëndësishëm dhe shumë thelbësor për shoqërinë në tërësi, sepse duke qenë se është klanizuar dhe monopolizuar ekonomia, thjesht të dy treduar që janë shumë të pasur, gjithë të tjerët dhe ne intelektualët, apo dhe ata që ndoshta bëjnë një punë me një standard dhe më të ulët ekonomik apo pagese, janë në kushte jo jetese, po mbi jetese. Pastaj problemet tjera ka pafund, gjë që të vjen edhe kështu që në 2025 akoma të qëndrojnë këto si probleme, këtu i referojmë i problemeve që më tepër lidhen me bashkinë e qytetit Vlorës, problemet e infrastrukturës, probleme me ujin, akoma në shumë zona qofshin dhe informale, sepse kemi thënë dhe rithënë, ndoshta është bërë si slogan kjo tani që Vlora nuk është thjesht lungomare, po kjo është e vërteta, Vlora nuk është thjesht lungomare. Ne që takojmë shumë njerëz në zona që janë të haruara, si nga pushteti lokal dhe nga pushteti vendor, qendror, të vjen keq që mendosh thuash që jeton në një qytet me ta. Ndaj ne kemi në dorë për të bërë shumë, për të kthyer qytetarëve atë çfarë u ka munguar në gjithë këto vite. Dhe meritojnë në fundit. Do ta përqendroni punën tuaj vetëm në bashkinë e Vlorës, në territorin e Vlorës, apo do të shpërndaheni duke bërë fushat edhe në Selenic, Simar, Saran, Delvin, Konispol, pra për të kërkuar vota, qoftë për Partinë Demokratike, apo qoftë dhe vota personale? Shko, rëndësi ka që ne, si kandidat, duke prezentuar emrin dhe imazhin ton, të bëjmë sa më shumë vota personale, gjithmonë kjo duke i shkuar subjektit politik për finalen që siç dhe e përmendëm. Kështu që ne vërtet jemi të ndarë sipas zonave të përcaktuara deri tani. Nuk e dim çfarë dinamike do të ketë fushata dhe kur të fillojë zyrtarisht, por që asnjë nuk na stopon dot dhe nuk na ndalon dot, apo thua që s'ke të drejtë që shkosh të kërkosh vota diku tjetër që nuk i takon ndoshta dhe Bashkisë së Vlorës, përderisa ne jemi kandidat të qarkut Vlorë. Vota e diasporës ishte një arritje në fakt për klasën politike shqiptare, ku për herë të parë gjithë emigrantët të cilët jetojnë prej vitesh jashtë vendit do të mund të votojnë, të ushtrojnë drejtën e tyre të votës. Si e vlerësoni? Shkoj si një lëvizje shumë të mirëmenduar, sepse e cila do të japi frytet dhe rezultatet në këto zgjedhje, për këtë jam e sigurt. Shqiptarët që kanë ikur jashtë shtetit, sidomos në këtë 10-vjeçarin e fundit, e dinë shumë mirë arsyen pse kanë ikur. Po jo vetëm ata, e dimë dhe ne arsyen pse kanë ikur. Se s'kan dashur të ikin, në fakt i kanë larguar, si thua, mbëzor kjo qeverisje, duke mos pasur do të kontribuojnë ashtu siç duan dhe të vlerësojnë ashtu siç duhet në vendin dhe për vendin e tyre. Kështu që mendoj që shqiptarët e diasporës, sidomos të larguarit këto vitet e fundit, që janë larguar pa dëshirën e tyre, duke lënë mbrapa familjar dhe kanë kokën dhe zemrën mbrapa te Shqipëria, do të dinë ta bëjnë mirë diferencën dhe do të japin një impakt shumë të fortë dhe të fuqishëm për këto zgjedhje. Keni shkuar aty, pra keni shkuar takime, keni kërkuar mbështetje, si paraqitet fryma e diasporës në mbështetje të Partisë Demokratike dhe koalicionit? Jo vetëm personalisht, po edhe një pjesë e mire e ekipit si të Vlorës, po edhe më mbar ekipit fitues Partisë Demokratike edhe në Shqipëri,
kemi qenë në disa shtete të Europës, ku kemi pasur, po dhe unë personalisht të këta them me shpirt, do më thënë kam ngelur e befasuar si nga mënyra organizimit të qëndrestarve dhe të personave përkatës që meren me Partinë Demokratike në zonat caktuara jashtë Shqipërisë, një pritje madhështore, një organizim super i mirëmenduar, me shumë dëshirë, me shumë pasion, me shumë shpresë, njësoj si ata që jetë ndojnë andej, dhe njësoj si ne që jemi këtu, me të njëjtën shpresë dhe besimin e plot, që Shqipëria, si që meriton, do të vi dite që do të bëhet, do të kthehet atje ku ka qenë. Dhe çfarë programi keni ju për t'i kthyer emigrantët këtu, pra të punojnë, të jetojnë, duke qenë se ju po thoni që ky vend po shpopullohet? Pra keni një program konkret, pra Partia Demokratike? Ka një program? Unë edhe e ceka pak më sipër të pjesës programit përsa i takon vota emigrantëve të diasporës, do të ketë shumë lehtësira në pjesën e ekonomisë dhe të atyre që do duan të hapin biznese në Shqipëri, duke qenë, do të thënë që të jenë të vetë punësuar apo të punësuar, duke pasur një lehtësim shumë të favorshëm përsa i takon taksave të këtyre bizneseve. Do të kenë 5 vite resht lehtësira për pjesën e hapjes të bizneseve. Këto janë më shumë vende pune, këto janë më shumë mundësira dhe posibilitete që të ndihen të vlerësuar, të kenë të njëjtin standard jetese që kanë jashtë, por ndërkohë këtu do ndihen akoma dhe më plotësuar sepse kanë në fundit zemrën e tyre dhe gjakun e tyre. Cilat janë pritshmëritë tuaja, sa mandate deputetësh synoni në qarkun e Vlorës? E sigurt është që Partia Demokratike në datën 12 maj vjen në krye të qeverisë shqiptare. Vlora ka treguar një histori që bën ndryshime radikale dhe historia ka treguar që gjërat e mëdha po dhe të duhura për Shqipërinë vinë nga Vlora. Kështu që me fitoren e Partisë Demokratike në Vlorë, jam shumë e sigurt që fiton e gjithë Shqipëria. Nuk dua të tregohem shumë, mos ta hiperbolizoj këtë pjesën e mandateve, po dua të jem deri diku edhe me këmbë në tokë, në lidhje me pyetjen që më bët. Po ta ndaj mirëbarazim me Partinë Socialiste, nuk do ishte keq, edhe pse kemi mundësinë që mund të marrim dhe më shumë. Po mendoj që 6 mandate Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë madhështore, edhe 6 mandate Partia Socialiste. Do t'ishte, besoj, një nga rezultatet më të mira, apo jo, për Partinë Demokratike këtu në Vlorë, dhe historike? Po, unë e thashtë për i them që historia ka treguar që ndryshimet e mëdhaja për të mirën e vendit vinë nga Vlora. Në këtë herë duket që era fryn në favor të Partisë Demokratike, sepse shqiptarët janë lodhur. Dhe 6 mandate dhe tha shumë për Partinë Socialiste, me ishte atë, koha dhe qytetarët, po koha është ilaçi më i mirë dhe tregon shumë, është treguesi më i mirë. Dhe sa e fort është sot Partia Demokratike këtu në Vlorë, pra dega e Partisë Demokratike, sa e fort është Jo vetëm në Vlorë, Ermal, jo vetëm në Vlorë, në gjithë Shqipërinë ne sot, se po më pyet prapë sa e fort është, bashkë me opozitën. Jemi më të fortë se kur. Po, sepse ju po thoni ne do të marrim 6 mandate, por synojmë edhe më shumë se 6 mandate. Tani, ky do të ishte do të ishte një rezultat historik për Partinë Demokratike. Po sepse ne ndihemi më të fortë se kur. Pse? Sepse kemi suportin maksimal të qytetarëve shqiptarë, të cilët nuk e duan me Edi Ramën në pushtet, nuk e duan më këtë qeveri, e cila nuk i përfaqëson më absolutisht asnjë shqiptarëve, përkundrazi. Në rregull, po Edi Rama ju mori 100 të rinj të forumit rinor të Partisë Demokratike, vetëm pak ditë më parë, i prezantoi, doli për kreatyra. Si çdi vetëm ai që të inskenoi dhe të ndoshta dhe të shantazhoi në mënyrën e tij, kjo nuk ishte biles Partia Demokratike Dega Vlorë, së bashku me përfaqësues të forumit rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, kanë bërë një kundra përgjigje për këtë situatë, e cila nuk ishte e vërtetë dhe nuk është e vërtetë, për këtë mund të pyesni këtë do tjetër. Si s'është e vërtet? Kur aty kishte demokrat, kishte të rinj demokrat, ishte ish kryetare e forumit rinor të Partisë Demokratike, çfarë duam më ne të besojmë që kjo është që nga e vërtet?
shiko, se cili nga ne ka të drejtë të bëj lëvizje politike ku dhe si të doj. Po një person normal me 100, unë besoj që nuk kanë shenjë barazimi. Pra ju po thoni që sa ishin aty? Po si kemi numër nuk ishin. Do me thënë ishin aq pak sa nuk dukeshin. Po pjesa tjetër? Çfarë ishin? Si ishin të formit rinor, Partisë Demokratike? Jo. Jo. Do doja të pyesja pak tani edhe për, duke qenë se edhe po shkojmë drejt fundit të kësaj pjese edhe të emisionit. Si parashikon këto zgjedhje? Do të jenë të qeta, do të jenë të lira, do të jenë të ndershme, duke qenë se edhe institucionet e drejtësisë, sidomos se kanë marrë në dorë me sa duket që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve SPAK-u, ku do të hetohen krime zgjedhore. Shiko, ne jemi në vitin 2025. Po e shohim shumë mirë që drejtësia ka marrë një tjetër rol dhe një tjetër dimension. Absolutisht për të mirën e gjithëve ne. Nuk dua as ta mendoj që do të ketë probleme apo incidente, si ditën e zgjedhjeve apo gjatë procesit fushatës. Besoj që do të jetë një fushat e paqët, ku secili nga kandidatët i të gjitha forcave politike do të paraqes platformën, programin e partisë ku aderon dhe përfaqëson. Secili do të bëjë fushatën e vet. Kush e meriton, dhe pse shqiptarët besoj që e kanë bërë një lloj zgjidhje dhe zgjedhje, kanë një farë orientimi. Kush e meriton ta gëzojë Shqipërinë. Dhe do t'jeni ju ata që ta gëzoni? Në 4 vitet e ardhshme? Po të paktën e sigurt është që shqiptarët nuk do i dhërojnë më. Se i bie pastaj vetëm të shpërbëhemi fare si kom. Se bolli jemi shpopulluar, po jo të shpërbëhemi të paktën. Dhe cili është mesazhi që u drejtoni qytetarëve, pra pse ata qoftë demokrat, por qoftë pa partia, po qoftë ndoshta pse jo dhe të majt, se duhet të votojnë ata për koalicionin për Shqipërinë madhështore dhe për ju personalisht? Patjetër që jo vetëm programin që ne kemi, që ne e përmendëm, jo vetëm kandidatët që ne kemi, siç dhe i përmendëm, jo vetëm drejtuesin historik dhe liderin historik Partisë Demokratike që na karikon dita ditës me energji dhe vitalitet, i cili do Shqipërinë dhe unë ndalem shumë të kjo pjesë, dhe jo vetëm ai, po gjithë ne që e rrethojmë, duam dhe mendojmë për Shqipërinë. Ky është një mesazh shumë i fortë që çdo vlonjat, çdo shqiptar duhet ta mirëmendoj, sepse në fundit ne nuk ngelemi thjesht në kuadër të gjërave dhe interesave të ngushta dhe të vogla personale, siç ka ngelur pjesa e palës tjetër që kemi përballë. Unë personalisht, duke qenë një vajzë vlore, ndoshta edhe në studion tuaj mendoj dhe kujtoj që e kam thënë edhe herë tjetër këtë, siç kam ditur të kontribuoj në profesionin tim si mjeke për kaq vite, apo dhe mund të vazhdoj të kontribuoj edhe nëse nuk marr mandatin e deputetes, patjetër, mjekësia është një nga dashuritë mia më të mëdha, siç kam ditur të kontribuoj dhe të jap maksimumin me humanizëm, me devotshmëri për çdo vlonjat i cili ka trokitur në zyrën e doktoresh Nada Daullës dhe ka gjetur zgjidhje, të paktën ndoshta ndjes për mungesën e modestisë, po kjo situatë ka ndodhur dhe unë nuk dua që t'ja mohoj vetes këtë lloj natyre që unë kam, e cila nesër nëse përkthehet në mandat deputeti, akoma dhe më shumë intensifikohet përgjegjësia, angazhimi që ti merr për të qenë në fokus dhe në fokus për zgjidhjen e problemit të qytetarëve dhe për të pasur qytetarin në fokus dhe sa më afër vetes për të bërë së bashku si një ekip i mirë, sepse për mua që ti je deputet i një qarku ti je baraz me çdo qytet me antarin dhe qytetarin më të thjesht që ka ai qark apo ai qytet, sepse ajo që na intereson në fundit është Vlora. Dhe Vlorën duam t'ia kthejmë vlonjatëve siç e meriton. Dhe numri juaj në fletën e votimit cili është? Numri. Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore numri 1. Nada Daullja. Faleminderit, të uroj suksese. Besoj do të takojmë sërish së bashku. Faleminderit dhe juve për ftesën. Përsëri në këtë studio gjatë fushatës. Të falenderoj. Urime.